Sot kam nderin të jem mes jush në cilësinë e ushtruesës detyrës së presidentës së Republikës së Kosovës, në ditën kur ju, brezi i ri i oficerëve, po e mbaroni shkollimin në Akademinë e Mbrojtjes dhe po hyni në shërbim të Republikës. Kjo ditë u përket para së gjithash juve, kadet të klasës 2026. U përket familjeve tuaja që e kanë përcjell nga afër mundin, disiplinën dhe pritjen e këtyre viteve. I përket akademisë që ju ka formuar dhe forcës së sigurisë Kosovës, që sot merr në radhat e saj oficer të rinj të përgatitur për përgjegjësi më të mëdha se vetja e tyre. Të dashur kadet dhe nga sot oficer të rinj. Me diplomimin tuaj përmbyllet një kapitull i rëndësishëm i formimit tuaj dhe nis përgjegjësia e shërbimit si oficer të Republikës. 4 vite më parë ju e nisët këtë rrugtim me ëndra, ambicie dhe me vendosmëri për t'i shërbyer atë dheut. Gjatë këtyre viteve ndoqët programin e integruar akademik dhe ushtarak, duke përfituar njohuri universitare dhe njëkohësisht duke kaluar përmes edukimit, stërvitjes dhe formimit ushtarak në Akademinë e Mbrojtjes së Forcës së Sigurisë së Kosovës. Formimi që keni marrë ju ka dhënë dije, disiplinë dhe një kuptim të qartë të përgjegjësisë që mban oficeri. Pajisjet moderne, teknologjia dhe standardet e reja kanë vlerë kur vihen në duart e njerëzve që dinë të gjykojnë drejt, të qëndrojnë të qetë dhe të veprojnë gjithnjë me integritet. Grada do të vendoset mbi supet tuaja, por pesha e saj do të matet në karakterin tuaj. Një oficer fiton besim e sjellje, me ndershmëri, me kujdes ndaj njerëzve që i besohen dhe me gatishmëri për të marrë përgjegjësi edhe kur vendimi mund të jetë i vështirë. Njerëzit mund të respektojnë gradën, por e ndjekin vetëm karakterin. Ju po diplomoni në një kohë kur siguria ndërkombëtare po përballet me sfida të reja. Konfliktet, kërcënimet hibride, sulmet kibernetike, dezinformimi dhe përpjekjet për të adopsuar një shtet nga brenda na kujtojnë se paqja ruhet me përgatitje, me vigjilencë dhe aleanca të forta. Për këtë arsye, përgjegjësia juaj është shumë e madhe, duke filluar nga mbrojtja e integritetit territorial, sovranitetit të vendit tonë, Kushtetutës së Republikës së Kosovës, të rendit demokratik të lirisë dhe të sigurisë së çdo qytetari në Republikën e Kosovës. Shërbimi juaj nis me vedijen se Republika nuk është dhuratë. Ajo ngrit mbi përpjekjen shekullore për liri, mbi sakrificën e popullit tonë dhe mbi luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Heroizmi i komandantit legjendar Adem Jashari dhe sakrifica e familjes Jashari mbeten përjetësisht simbol i guximit i lirisë dhe i vendosmërisë së popullit tonë për të jetuar i lirë. Duhet të shërbeni me krenari dhe me përulje para sakrificës. Forcojeni edhe më tej atë sepse besimi fitohet me profesionalizëm, por ruhet me vlerat e pazëvendësueshme, të besnikërisë, të ndershmërisë dhe të integritetit. Në këtë festë të përbashkët, ripërsëris se synimi ynë strategjik mbetet i pandryshuar. Republika e Kosovës i takon familjes euroatlantike dhe antarësimi ynë në NATO është objektiv shtetëror dhe interes strategjik i Republikës së Kosovës. Ky synim lidhet me sigurinë tonë, por edhe me orientimin tonë të qartë demokratik, për paqe, sundim të ligjit dhe siguri. Kam bindjen se pikrisht brezi juaj do të jetë ndër brezat që do të afrojnë Kosovën edhe më pranë këtij qëllimi historik. Dhe besoj që shumë prej jush do ta kenë privilegjin ta përfaqësojnë Republikën si oficer të forcave të shtetit më të ri, antar të NATO-s. Të dashur prindër dhe familjar. Kjo ditë u përket edhe juve, sikurse edhe gjithë neve. Ju keni qenë mbështetja e tyre në çdo hap të këtij rrugtimi për 4 vite. Keni ndarë me ta sfidat, mungesat, sakrificat dhe gëzimin e çdo suksesi.
Në emër të institucioneve, qytetarëve dhe forcave tona, ju falenderoj për frymëzimin e edukimin që u keni dhënë, për vlera që u keni përcjell dhe për besimin që keni pasur tek ata. Sot bijtë dhe bija tuaja hyjnë në shërbim të Republikës si oficer të rinj me detyrë ndaj qytetarëve, mbrojtjes së vendit dhe paqes. Një falënderim i veçantë shkon edhe për profesorët, për instruktorët, personelin e Akademisë së Mbrojtjes. Cilësia e punës suaj shihet te oficerët që dalin nga kjo akademi, te dija që ata mbartin, te disiplina që kanë fituar dhe te karakteri që kanë formuar. E ky është një prej investimeve më të rëndësishme që mund t'i bëhet sigurisë së Republikës së Kosovës. Në fund, të dashur oficer të rinj, uniforma që vishni nuk ju ndon nga qytetari. Ju lidh më shumë e të, sepse çdo gradë në FSK ka kuptim vetëm kur vihet në shërbim të Republikës dhe në shërbim të qytetarëve të saj. Nga sot çdo vendim që do të merrni do të bartë përgjegjësi, çdo urdhër që do të jepni do të ndikojë në jetën e qytetarëve, si dhe çdo veprim juaj do të përfaqësojë identitetin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe Republikën tonë. Prandaj shërbeni gjithmonë me nder, udhëheqni me urtësi, veproni me integritet dhe qëndroni gjithmonë besnik ndaj betimit që do ta bëni sot.